Fermerët e fshatit Burimas në Bashkinë e Maliqit kanë protestuar për shkak të dëmeve madhore që kanë pësuar në pemtari si pasojë e ngricave. Ata kanë kërkuar që qeveria të zgjidhë problemin e pamundësisë që vjen nga kompanitë e sigurimit dhe ata të mund të sigurojnë prodhimet, ndërsa kanë paralajmëruar bojkot të zgjedhjeve. Nëse shteti nuk merr masë, ne i bëjmë thirrje. Unë për veten time, mendimi tim është që të gjithë fermerët të bojkotojnë zgjedhjet, mos shkojnë në përzgjedhje. Familja është familje, partia është parti. Erdhi dita e votimit, ose t'jap një zgjedhje, nuk duam. Dhe në shoblim, dhe e din që nuk do japin, nuk do japin. Ama para votimeve le të nxjerrin një për sigurim, kush do ta bëj? Do ta bëj siguracion privat apo do ta bëj siguracion shtetëror? Për specialistin e bujqësisë Aurel Zenullari në Bashkinë e Maliqit, nga verifikimet në terren ka rezultuar se dëmi arrin në masën 80% dhe ka prekur të gjithë drufrutorët, por qarku i Korçës klasifikohet si zonë me risk të lartë dhe kompanitë private nuk e ofrojnë sigurimin për fermerët. Sigurimi i pemtoreve është i pamundur në qarkun e Korçës ose në Bashkinë e Maliqit. Kompanitë e sigurimit nuk e marrin përsipër këtë. Fermerët janë të këshilluar që të përdorin disa masa paraprake, pavarësisht se nuk është se e kanë të gjithë këtë mundësi, edhe masa pas ngricës. Dua që pronën që kam të vetë ta siguroj. Të më thotë shteti në cilën kompani do vetë ta siguroj, sikur të jetë me kosto më të lartë, unë jam detyruar ta siguroj. Ngricat e ditëve të fundit dhe ulja e temperaturës deri në -7 gradë Celsius gjatë natës shkaktuan dëme të konsiderueshme për fermerët në të gjithë qarkun e Korçës.